Si jeni kurioz të shihni se si duket një trajtim skalpi $72 në Boston në Amerikë, ndiqeni videon. Ndryshe quhet head spa ose spa për kokën në shqip, nëse bën sens. Që duket si diçka e tillë dhe jam e sigurt që keni parë nga dhjetra video të tilla në TikTok. E po sot unë do ndaj me ju këtë eksperiencë e cila nuk ja vlente fare. Fillimisht përdorni këtë pajisjen për të parë skalpin tuaj dhe jepte një shpjegim që mund ta jepte kushdo pa eksperiencë. Tregonte që këtu ka pak zboks, këtu ka pak yndyrë, kaq. Por nuk është se prisnim shumë për këtë pjesë, kështu që nuk e vëmë re. Dhe tani aty ku ndodhte magjia e vërtet, një krevat mund të them, e cila ishte mbuluar me perde, dhe të jepnin si një tip perdeje tjetër që ta vishej në trup, në mënyrë që rrobat mos të lageshin. Më vuri një letër të lagur në sy, por unë e hoqa sepse nuk doja të më fshihej peneli, dhe po më kruante skalpin me këtë gjë që duket si një pirun gjigant. Ndihej mirë derisa u bë paksa e parahatshme sepse akoma nuk më kishte lar kokën dhe ndjeja dhe dëgjoja çdo folikull të flokut tim duke u kruajtur. E di që ishte paksa e çuditshme kjo që thash. Më pas bëri të njëjtën gjë por me duart e veta, prap me kokën e thatë. Ndoshta jam vetëm unë, por kjo zhurma për mua është si shkumsi në dras kur bën atë zhurmën shumë të keqe. Nuk jam tip që ankohem, okay? Më në fund mi lau flokët dhe po përsëriste pak a shumë të njëjtën gjë si më parë, po ma kruante kokën me duart e veta dhe tani ndihej mirë më në fund. Gjatë këtij procesi me sa duket të bënte edhe masazh te qafa, por po e bënte shumë keq dhe mua po ndihmte qafa edhe më shumë por kisha pak turp ti thoja që po më vret. Faji me di. Injorojeni pak fytyrën time në këtë moment, por tani po bënte të lloj masazhi dhe unë po ndihesha sikur koka ime ishte një shalqi dhe ajo ishte një nga baballarët shqiptar që bëjnë këtë gjë para se të blejnë shalqirin. Pastaj po bënte këtë proces e cila ndjej okay, dhe pastaj kur më vuri ujin te qafa isha shumë e konfuzuar, por e pranova çfarë do bëja. Shumicën e pjesëve nuk e kam kapur në video sepse po mundohesha që ta shijoja të gjithën. Në përfundim të trajtimit ato të thajnë flokët, e shohin prap skalpin tënd me atë pajisjen dhe të tregojnë se sa të pastër e ke skalpin pas trajtimit. E vërteta është që flokët e mi ndiheshin shumë të butë pas trajtimit dhe nuk mund të them që ishte një eksperiencë e keqe, por nuk ja vlente fare për $72. Dhe kaq, bye.